Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë sërish në Itali dhe në fakt do të flasim për familjen Kurti, një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në familjen Kurti ku babai u akuzua nga vajza e mitur se ai e kishte gacmuar seksualisht dhe bëhet fjalë pikërisht për zotin Skënder. Ditën e sotme në këtë live ne do të kemi ish gruan e Skënderit, zonjën Miranda, e cila kërkon të tregojë versionin e saj dhe marrëdhënien që ka pasur pikërisht me ish partnerin, por dhe kërkimin në shtetin italian për të gjetur vajzën e saj e cila përfundoi në shërbimin social shtetëror të këtij shteti, pasi ngjarja ka ndodhur dhe është zhvilluar në Itali. Por Miranda u prek kur dëgjoi edhe përpara disa ditëve ku këtu në live me Odetën ishte ish vjera e saj zonjë Kurti, e cila tregoi dhe ajo marrëdhënien me ishnusen e djalit. Për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur, dua të prezantoj një material të shkurtër dhe rikthehemi. Gjithmonë e ka akuzuar djalin, gjithmonë. E ka akuzuar për çfarë? Çka je kurvar, je drogaxhin, je hajdut, çfarë si thojte? Por Je kapil rrugës, kapil kooperative, çfarë si thojte? As nuk ngjojte në shkull në Itali, as ngjojte me në këto rrejtë të fëllë të shapë, çfarë thojte? Por ti vetë Zoje, si ke patur marrëdhëniet me Nusën? Për zotin ma e ka majtë, ka ne 17 vjetë për mu, një sekund mi me ta nuk kam netë. Aja rrejtë vetëm të shapë, të përpytë, të po, ishqin një herë më ka dhunjëse, më ka me lipa, me mesa, me motra, me quna, me goca, me këtë, çfarë e fisin tem, këtë. E dëgjuam historinë shkurt të kësaj të moshuare, ish vjera e Mirandës, e cila tregoi marrëdhënie që ka pasur me ishnusen e djalit, kështu që nuk do vonoj, do ha britaren dhe do ftoj menjëherë zonjën Miranda. Miranda, në radhë të parë përshëndetje nga Tirana. Faleminderit, përshëndetje nga Bolzano, në Itali. I e prekur, besoj, kur ke dëgjuar ish vjerën tënde e cila ka qenë në live me mua dhe ka treguar një histori goxha të rëndë, atë që ka ndodhur në familjen tuaj. Normal, dikush që është në pozicionin tim dhe që e ndjen veten prind në radhë të parë, që i thot vetës prind, është mëse normale që preket, por historia Mirandës ka agravu deri në 2012. E dashu Miranda, unë kam folur me vjerën tuaj. Ajo ma ka treguar gjithë historinë dhe është në mbrojtje të djalit të saj, të ish burrit tuaj, Skënderit. Unë kam folur edhe me vajzën tuaj, me Kleën, e cila më preku kur ma tregoi ngjarjen, çfarë kishte ndodhur. Dua të flas sot me ty për të dëgjuar dhe ty, çfarë ka ndodhur mes teje dhe Skënderit? Në qoftë se do flasësh, historia është shumë e dhimbshme, është shumë trishtuese. Ato që kam hequr në këto momente nuk ja uroj asnjë njeriu në botë. Këto janë fjalë të një nane që po bën sakrificë gjithë jetën e jetës. Nuk pranoj asnjë lloj fjale më tepër, për arsye. Në 90% të jetës time 17 vjeçare në familjen e ish vjerës time, kam kalu, ta them, shumë mirë. 90%. 10% mund t'i fusim tek këqia që e mbulo, besoj 90%. Do të thush çfarë thua me 90%? Do të them që e pranoj edhe sikur tash në të momente të më vihet edhe pistoletat më vrasin, e pranoj vetëm gabimin që unë kam bërë në jetën time, që pranova një njeri që më mashtroi, më turpëroi me fëmijët. Leje jetën time. Unë nuk kam pas ndonjëherë burr në shtëpi. Kam punu gjithë jetën e jetës krah më krah, s'më është një gjuhë zëri i gojës.
edhe mundeni ta verifikoni. Mund ta verifikoni. Jam vi nga një familje e thjesht, e pastër, punëtor, në punë vet, në sapin e vet. Mund përballë jeta me një njeri, ati nuk e ka emrin burr. Ai është mashtrues. Gjithë këtë e ka bo nga mashtrimet, nga rrenet, edhe po të flasësh me njerëzit e vet, asnjë nuk e ka mbrojt. Një fjalë ti thuj zhvierrës, pse keni prit aq shumë kohë? Kur ai ka qenë burg në Itali dhe asnjë nuk ka shkuar për ta takuar. Një pyetje. E dyta. Çdo bisedë që u bënte nuk është bërë asnjëherë në shtëpi, ku kemi qenë ne prezent. Gjithmonë janë bërë tek familja e dajës vet. Vllajti i zhvierrës. Përse thuj nuk i ka pri njëri Mirandës nga 17 vite martesë? Si ka mundësi që mos dali një ti prej me vërtetu çfarë ka ndodhur me atë gocë, me atë bab në Itali? Ka marrë rrugët e vetme, janë përballë në shtetin italian e vetme. Edhe kur e ke thënë, kam një gjuhë, pak se thash sante do të një gjojsha më me vëmendje, kam një gjuhë me zemër, kur i ke bërë dy pyetje dhe ajo nuk të shpërgjigj, sepse ajo as në sy nuk shikonte sipër dhe kishte njerëz që po e mësojshin me fol. Si arrite thuj gjyshës të denoncojsh, kur unë kam qenë prezent në tetor kam qenë prezent me djalin, masi kam shku në polici, kam desh që këto probleme mos t'u hapshin më t'i mbyllsha, të birë ishte një kapitull i mbyllur. Kupton? Desha t'i mbyll. U që boj thash prokurores Pranvera Gruda, mbyllim këtë, ai nuk është vra, një gërvishtje lehtë me një copë tjegull, jo me një blok betoni siç e pretendojte i zhvierra. Me një gërvishtje, deri nesër ka qenë lëvizje, as një ditë ka shku ka pagu raportin, ka në arrit paguin prokuror gjykat për me denoncu një copë fëmijë. Edhe unë, si nan, kur çuni ka botë 18 vjet, gjysh nuk ja ka ndalu telefonatat. Si ja ka ndalu, as nuk ja ndalojshe. Ka folë është ajo që i thojte hajde ke nana, përderisa ata e kanë planifiku që ta fusin çunin në burg, një copë fëmijë, 18 vjeç e gjys, përfundojnë në burg. Për çfarë? Për shkoj me taku gjyshën, nuk e mjaftuan ato pislliqe që më përballen mua. E vetme në Milano janë përballë me problemet e vajzës. Me turpin më të madh. E dashu Miranda, urdhra, pas 3 vitësh që ka dalë nga burgu, pas 3 vitësh, si nuk e bon një tentativë, si fis, ta zbardhin një të vërtet, me qenë që goca rrejt, e marin, e kanë thënë që janë shtese sa jesa rrejna, nuk o ta dijon. Goca gjallë, Miranda gjallë, prindi im ishte gjallë, përse nuk tenton një herë një ballafaqim familjar? Mund ma shpjegojsh një diçka përse? Sepse një njeri që është i pastër, përballet kudo. E dashu Miranda, do ta dish çfarë më tha Klea për akuzën që ka ngritur për babain? Po. Nuk është e vërtetë që unë kam thënë që baba im ka abuzuar, ose fordhënun këtë ditë ashtë situatë të shqip, gjë që nuk është as pak e vërtetë. Baba im i thonte disa i ke këto të forta, i ke kështu të buta, i ke kështu, mrapa gjunte, bonte, derisa arritan pikën që të bëj denoncimin. O pikën që të bëj denoncimin, o të vrisja vetën, o të vrisja ato. Këto kanë qenë 3 opsionet e jetës time. Ka dhunu edhe ka fol. Unë nuk kam thonë që ai ka bo. Ata e kanë shtu tjerë. Edhe nuk kam asnjë dokumentacion një gjë tillë. Atëherë po, e kam denoncu për vonë herën e parë, pastaj kur kam folur me psikologët e krejt, e kam denoncu për krejt tjerat. Unë kur kam shku në momentin që kam shku në polici të bëj denoncimin, kam pas shenjat në krah të dhunimit. Edhe unë mrapa ty kam shku në komunitat, ty ka qenë arrest domiciliar. Mrapa ka fillu duke stalkeru në Facebook ata marshallin kur unë kam bo denoncimin. I ka thonë do të vras, do të boj familjen, kam gjetë familjen, krejt. Edhe nëse marroj kjo i hynë në burg, unë kam qenë komunitet, kam vazhdu shkollën, kam marru shkollën, çdo gjë super. Bona 18 vjeçë,
u bashkangjita me mamin, kishte marrë vllan e krejt. Por pse gjatë kohës që ti ke qenë tek shërbimi social në Itali nuk kishe kontakte me nënën? Jo. Unë kam qenë në protezione. Nuk të lejoj të flisje me nënën tënde në Shqipëri? Jo, në Shqipëri absolutisht jo. Në Itali, në momentin që ka ardhur në Itali, në momentin që o vërtetu që është ajo, po. Ama ndryshe jo, sepse unë kam qenë nga që ky ka bë shumë. Unë kam qenë me një komunitet përpara Nasti, në Piemonte, afër Torinës. Atje ai kur ka vendos një gjyq për të bë, i ka shku letra edhe ku isha unë e kollokume. Po. Edhe unë aty u desh sa u duptova, u desh ndrosha komunita, sepse ai me apatite ka shku, që më ka pas shumë me foto, ka shku, ka marrë vesh ku shkollë kam qenë, do të vrasë, do të bëj gjanat e veta. Është plaga jetës time. Dhe është diçka që derisa ai dihet gjallë, është diçka që nuk do nalet, e di që edhe nesër pas nesër kur dali akoma do vazhdoj, do t'ju vrasë, do të bëhet absolutisht e di. Dorën zëm të vej tash, që ai e bën edhe kët. Po më vjen keq që këto tjerë të shkojnë për masë, e kupton se nëse është dikush një mollë kalbur, ose ti kalbi krejt tjerët, ose duhet me heq. Ajo tha tekstualisht që babai nuk më ka prekur me dorë, por aman më ka gacmuar me fjalë. Me fjalë që unë s'dua t'i them, apo të kryej ndoshta ato veprime me duar të rënda që kanë ndodhur në atë kohë. Dhe gjithë kjo situatë që Klea tregoi është e rëndë. Normal që është rëndë, normal që është rëndë. Por këta një gjë, këto kanë ndodhur edhe kur ka qenë gjyshja. Ka qenë gjyshja para meje. Asnjëherë nuk ka bërë tentativë në jetën e vet që të bashkoj familjen. Asnjëherë të betohem në Zot. Asnjëherë një person nuk ka bërë tentativë bashkoj familjen. Edhe, po deshi t'i bi mesazhet që më ka thue edhe mu, me kërcenon me 7 vite burg, po shkele në Shqipëri, të kërcenoj me 7 vite burg. Për çfarë do të bëj burg në Shqipëri unë? Për çfarë? Preke edhe divorcin, e preke, shumë bukur. Unë nuk kam pas kohë që të mesha me divorcin. Kur kam deshën ta bësha divorcin, i zhvirra edhe i zhvirri nuk më kanë lejuar. Sepse më thojte, po të shkojsh ti, ta bësh divorcin, nuk përfiton asnjë gjë nga shtëpia. Kupton? Kanë kalu shumë vite, u munuam që ti mbyllim, djali shkojmë në pushime në Shqipëri, kjo pjesë të sheho u myll. Unë përballa kam pas përkthys në Itali, sepse unë s'kam ditë as gjuhë as diçka. Kam qenë zero. Ka qenë një nga Korça, edhe jam përballë vetme, dhe derisa kam arrit në një konkluzion që jo për ne si familje që është turpi më i madh. Kam tentuar edhe të jap punë vetës time. Mirë po kam menu për fëmijët sepse i solla unë në jetë. Edhe kam menu shumë. Edhe do sakrifikoj me mishë me shpirt, deri siç kam drejtu gocën, do drejtoj edhe çunin, edhe pastaj jeta ime nuk më intereson sepse nuk është se po bëj në jetë, kush e di se çfarë. Ti jap një këshill? Ti jap një këshill? Urdhra, po si, këshillit i pranojmë. Të shikoj që je e re në moshë. Po. Dhe mos mendoj që jetës time i ka ardhur fundi. Vërtet ka ndodhur një tragjedi në familje, e kuptoj që shumë e rëndë për një nën të mësoj se si babai mund ta ketë gacmuar të bijën e tij, është shumë e rëndë, të besoj, është e rëndë e pa imagjinueshme për një nën ta besoj këtë gjë, por kjo nuk do të thotë që ta harrosh veten tënde. Fal Zotit, vajza është sistemuar sot, djali po rritet, do mendosh dhe për veten tënde. Një herë jetohet, e dashur Miranda. Mos e lër dhe veten pas dore. Shumë e drejt, jemi femra, jemi gra, jemi nana dhe i pranojmë. Por njeriu kënaqet me shpirtin nga brenda. Është shpirti ai që të jep kënaqësi. Janë gjërat e vogla që të çojnë në kënaqësi. Nuk është thjesht vetëm një person. Njeriu po nuk arriti, si ta them unë, kënaqësinë me fjalë, me veprime,
nuk mund të pretendoj të arrijë edhe një tjetër. Edhe sot ditët janë bërë shumë të vështira, kur nuk beson tek ai që i boni kokën fëmis, që do ta mbrojtë gjithë jetën, çfarë do të pretësh ti bish fëmijëve një tjetër në shtëpi. Prandaj që kjo është pjesë që më përket mua dhe është pa vlera. Pa vlera. Zoti më ka sjellë edhe një nip që ma heq atë gjithë atë mërzitjen, lodhjen, shkoj e takoj. Edhe do të bëj gjithçka derisa të kem frymën e fundit për ato fëmijë. Edhe të besoj, edhe unë jam nën dhe të besoj. Kjo situatë që arriti deri tash, arriti është shteti që e prumri deri aty. Është gjyka e Durrësit, prokuroria pranvera Grut nuk ka qeveri, sepse do të ishte mbyll kjo problem, do të pyes çfarë ndodhi me djalin edhe me ish bashortin tënd kur ai akuzoi për dhunë, por pas ngjarjes së vajzës tënde, ti u përballe me burrin ndonjëherë, ai ra në burg. Si ka mundësi që ai është dënuar me 8 vite e 4 muaj burg në shtetin italian? Sepse goca ka shkuar e dhunume, ka shkuar gjithuna. Po. Gocën e ka fut në një maskarallëk tjetër, shifte Odetën që kishte para, edhe e ka çu gocën të bëj denoncim të rrend për Odetën. Thuaj që ka desh me nxjerr fikën. Po, ma tregoj vajza që ai Ema po ta marrësh në vete, ka shumë mistere brenda. Kupton? Ka shumë mistere, sepse ajo ka qenë edhe kur u kthy do të iksa unë në Itali. Gjë që nuk u realizu kurrë. Ajo tha do të mesha ja 4.000 euro. Këto 4.000 euro ishin nga i denoncimi që ka çu gocën, 13 vjeçe të denoncu persona që kanë para. Kupton? E dashu Miranda, mua më tregoi vajza juaj që në kohën që jetoja me babain në Itali. Jo, këto janë vërteta, Odeta. Janë vërteta, unë i kam. Problemi kryesor është nderi, duke filluar nga ajo që ka dalë përballë në ekran e deri ke fëmia. Unë jam përballë me vajzën e saj që dilte gjithë natën nga jashtë nga shtëpia natën. Edhe ka denoncimin i ati ka shku të e kërku natën. Unë se kam hap zanin e gojës. Se kam shku me jetu, nuk kam shku me pa pisliqet që bëshin ato në me të familje. Këto janë vërteta. Po qëse unë thamë rejna, shpa se e kenim polisit mandës, i ati ka dalë të kërku vajzën që sot ajo është në familjen vete. Problemi kryesor i familjes time është nderi. Problemi dytë është mashtrimi, problemi tretë është që i ka ndodhur gjithë mosbashkimi familjar. Dhe pekatin më të madh që gabon me gocën nuk është njoll, ajo nuk është njoll, ajo është dhimbje këtu që po ta çash që uji nuk ka gjak motëshi. Është dhimbje se një fëmijë nuk mund t'i durosh gjumin, ja ç'ka ta preksh. Baba ta prek me nder ke qoksi, edhe do t'i thotë edhe i diçka. Ato e kanë ditë shumë mirë se ku është goca. E kanë ditë shumë mirë se me çfarë merret djali. Unë kam qenë ignorantja më e madhe në atë shtëpi. Por ta thash gabimi që e mora vetë, që ula familjen time, babën tim, vllajën tim. Edhe nuk kam fytyrë që t'i dal. Sot kam rrobën e zezë, e meriton baba im, sa është një vit. Ma ka fut në tokë me që nuk ai nuk të mori asnjëherë në telefon pas kësaj ngjarje. Asnjëherë një tentativë me thanë vajza bori këtë gabim ose unë bëra këtë gabim, asnjëherë nga ajo ditë deri më sot. Vetëm nga ajo që ne kena pas 2 shtëpia, unë flesha ke shtëpiat e reja që kena bë bashkarisht. Kur u çojsha mjes, ngjojsha Virrin edhe Virrën sepse Virri ka qenë njëri punëtor, njëri i ndershëm, ai ka qenë njëri i ndershëm, ka qenë pak alkoolist. Edhe kam dëgjuar një bisedë që i ka thonë, në qoftë se djali i madh Albeni, në qoftë se dalin të vërteta këto, që janë, siç thash, mas 3 muaj ka shku në Milano, në qoftë se dalin të vërteta këto që ka deklaru goca, Skënderja ka vendin në burg. Edhe kur doj, vllai vet i ka thonë, sot e 10 vjet, i ka thonë që të marrë litarin edhe të vari vetën se na ka turpnu. Ndërsa kur hysha unë në shtëpi, u heshte biseda. Ma në fund të bisedës, kanë arrit, masi unë shkova në Itali, e vërtetova se çfarë ka ndodhur. E vërtetova, mas 3 muaj tentova edhe që ta marr vajzën
por ishte e pamundur shteti italian me këtë situata e pamundur. Dhe atëherë unë nuk isha fytyrë më që të shkojsha atje. Megjithatë jam munu që sepse unë e patalan çunin aty se çuni nuk vite ke shtëpia ime, ishte situatë e vështirë. E qartë. Nuk isha mundësi ekonomike, ta them shpirtërisht, vite turp, ti lypsha edhe babait tim në një pension, vite turp. Menojsha 17 vite si të përfundoj unë kështu. Edhe kanë qenë disa momente që njeriu edhe e humb mendjen. Edhe kush do besoj. Por falenderoj Zotin me këshillat që më kanë dhënë disa persona, pa mec përpara, edhe e ndjej veten krenare për fëmijët, sepse kam arrit ta zbuloj një të vërtet, edhe fëmijët gabimi është imi, i kërkoj falje, i kam kërkuar falje, edhe djalin e presdita ditës që të mvi i kërkoj falje shpirtërisht si nan, sepse gabimi është imi që bëra atë zgjidhje. Gabimi është imi. Edhe sikur ato fëmijë më torturojnë, do t'ja pranoj të gjitha, ja pranoj shpirtërisht sepse gabimi im. Nuk ka asnjë të drejtë të futet me këtë situatë. Megjithatë, fëmijët më kuptojnë edhe mendojnë që të ecin përpara. Dhe më vjen mirë. Ta lejnë. E dashur Miranda, një çuar ta lejmë mbrapa. Si arritet ta gjeje vajzën tënde? Pasi ajo përfundoi te shërbimi social në Itali dhe burri juaj, pra babai i saj ra në Burg, si arritet të lidheshe me vajzën? Atëherë, problematika ti ta thash ka fillu me kohë. Në 2012, unë kam udhëtuar me djalin në Milano. Ai ka rrinte tek shtëpia e tezës dhe çuni tezës. Unë e shikojsha sikur vite i alkoolizuar. Edhe i thosha tezës, kanë bërë një pritje, e falenderoj atë nusën e djalit të tezës, i jap respekt edhe çuni tezës, ndërsa ai më ka çuar në familjen e tezës pa pëlqimin e zotit shtëpisë, i thohet i fjalë. Edhe aty kishte rrejt që i kishte thënë që unë do ta marr Mirandën, po do ta marr edhe do dalim në shtëpinë vete. Imagjino për shembull se çdo njeri në kushtet familjare, sidomos te emigrimi ka kushte tjera, nuk është si në Shqipëri. Edhe kam flet Miranda për tokë, nuk më shikonte me sy. Më ka sjell 10 ditë para ditëlindjes djalit, një palë këpucë nuk mi blejti djalit. Djali bojte 6 vjeç. Edhe debatum një dy probleme, i thash, e pash që ai nuk është më për mu. Telefonova vllajën tim, vllai telefonoi motrën, e tha shkoni merrni atje, motra ime është në Bolzano, ne ishim Milano, ai tha nuk ka pereni di, tha se unë i shkarroj i vrastaj. Atëherë për mos me fut familjet në sherr, jam detyruar motra jote, jam kthy mrapsh dhe i kam thënë vjerrës që nuk vi më. Vjerra me gjithë vjerrin, kanë ardhur në aeroport, më kanë dalë, më kanë prit. Babai im ka qenë në Greqi, ka qenë operu, dy njallik me syt, edhe unë përpriqja që të bashkohesha me babën tim edhe të shkojsha ke shtëpia prindërve të mi. Ish vjera juaj. Ato ndolën dhe në tani zgjidhim ne këto punë. Vjerri edhe vjera. Ish vjera juaj, zonja Zoe, tregoi që ju keni qenë shumë xheloze ndaj tij dhe dyshoni se ai të tradhtonte. Por dua të prezantoj diçka në këto momente. Babai im dhunonte. Babai im binte femra nga shumica dhe binte femra të dashurat e veta. Babai im, unë ndërkohë 13 vjeçë në shtëpi, unë sot jam 24 vjeçë. Babai aty ka pas një femër. E tradhtonte nënën tuaj. Po. Dhe këtë femër e ka tregu ke halla, e ka çu ke halla, e ka prezantu gjasëm si babysitter im. Kanë qenë karnevalet. Po, festa. Ti do shkosh ti bosh një denoncim asaj, sikur të ka dalë me thik, ne, edhe kam bo. Babai të mësoj që ti bëj një denoncim bashkëtuesës. Po, kanë policia edhe është janë gjëra që mundesh marrë me pyet polici që janë krejt. Po, janë. Pse? Tani që je rritur, pse të mësojnë ta bëj atë lloj denoncimi? Donte ta akmerrej me partneren e tij? Pse nuk e di ai ka vokën, janë shumë gjëra që janë shumë e pikpyetje që as unë sot e kësaj dite nuk e di. Nuk e di çka ka pas me atë femër, ma ky ka pru edhe femër tjera dhe njonën e ka godit.
edhe ajo ka desh që shkoj t'i boj denoncim, dhe më ka këshu, se mrapa vetëm ka ndru femra, vinte çdo lloj femre ka ardhur në shtëpi, edhe 21 vjeç që kanë qenë në shtëpi. Dhe ti ishe në shtëpi jetoj me babain dhe ai sillte to femra? Po. Klea tha që kur isha me babain, ai thosë shumë gra në shtëpi, që do thotë të ka tradhuar. Po. Unë faktikisht nuk e kam, është i gjatë që nuk e kam parë sy. Ma gjithë këto veprime, normal që të shojmë. Ai, kur jam përballë me Klejen, jam përballë edhe me disa femra që janë në listën e problematikës të atij personi. Sepse ai ka denoncime edhe nga personat të tjerë. Nga ish bashkëtuesit e tij. Ndërsa unë edhe sot jam gruaja e tij me dokument, po nuk jam fikisht personalisht prezent me të. Nga dita që unë kam vendos Kleja të shtëpi e deri më sot. Ajo ish vjera ime, edhe ai ish burri ime, edhe kushdo fis familjar, let më sjellin një denoncim që ka nga Miranda, një denoncim, sepse thot që e ka denoncu Miranda. Të bëj ben zot, bëj be edhe fmit, një denoncim nga ajo ditë deri më sot. Goja ime, personaliteti im, as nuk e kam bo, as nuk e boj. Vetëm i kam lanë një zot sipër, ai të gjykoj, ai ka marri hakun. Tim. Miranda nuk ka bo as një lloj denoncimi. Edhe ju si shtet futeni, merrni dokumentacionin në Itali, dosjen, në qoftë se unë kam bo një denoncim. Ai ka kërcënu motra, mbesa, baxhanak, ka ofendu, po deshe do t'i sjell edhe mesazhet që në arrit. Kam arrit edhe thash po pres, sepse unë koha ishte shkurtër. Unë mora rrugët, nuk isha kohë t'ju ndiqsha edhe divorcin edhe atë, sepse kisha përgjësi për fëmin. Atëherë që unë të mesha fëmin, do isha shtëpi, do isha punë, e t'jo përgjisha asistencës, që të mesha vajzën nga asistenca. Këto duhen sakrifica që të bëshin, zonja Odeta. Të kuptoj, dhe vuajtje që ke kaluar. Dashu Miranda, kur bashorti juaj ra në burg për akuzën e rënd, Vjera dhe Vjeri ka qenë pro teje. Çfarë ndodhi që ata pastaj nuk të quajtën më nuse të mirë, po të quajtën nuse të keqe? Çfarë ndodhi? Po, ja të them unë. Vjerën nuk du ta nigjoj më fare, a ekziston ose ekziston. Respekt për ish Vjerin edhe për vëllezrit e Vjerit që edhe sot kam komuniku, kur ka ndodhur puna me çunin, kam komuniku me vllajën e Vjerit. Edhe ndodhi sepse Vjeri i tha vajzës se ka një vajzë në Bergamo, në Lekot, edhe i tha do të vi me Mirandën, do flejmë poshtë Urës, vetëm dim takojmë gocën. Synimi janë ishte që të merrshim vajzën. E qartë. Edhe ta myllshim sepse në fundit asnjë njeri nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur. Do ta dishim ne, do ta myllshim, edhe do ishte myll ai kapitull. Do të ishte myll, me fjalë që nuk do të bojte kështu siç ka arrit deri më sot. Ajo i tha nuk di, unë tha ku shkoj, tha nuk kam mundësi, tha me jo prit. Edhe nuk na priti. E kuptoj. Jam kthy masi në 2018, masi unë e mora rrugën, thash, i dhash vesës shport, sakrificë, do sakrifikoj, do të hes përpara. Zoti më ka ndihmu deri më sot. Arrita, të vi në Itali, kam pas ardhur badante, edhe më ka ndihmu një kushërira e kësaj plakës që më vdiq, më ka ndihmu në kuestur, e me gjitha ngjeti avokate, e gjithë këtë rrugtim e falenderoj shpirtërisht nga ai person që më ka ndihmu. Sot ajo është pensioniste, ngjohemi, më ka ndihmu edhe me mbulesa në shtëpi, mi ka sjell. E qartë. Por çfarë ndodhi mes teje dhe çfarë ndodhi mes teje dhe ish Vjerrës dhe ish Vjerrit? Atëherë, masi unë ika, Vjeri është smur me kancer, në mushkëri, edhe jam kthy, sepse çuni shkonte bënte dru, edhe i kishte vrar kamën, dhe kam një kunat në Vorë Shkëndije, më sjell fotën që kishte çuni smun, edhe
Unë vazhdova punën edhe i thash drejtorit, të lutem, kam djalin smur, a mund të më japsh leje një javë? Edhe problemin tem e di gjithë zona e din, questura, prefektura, socialja. Edhe masi unë kam arrit të bëj dokumentat, masi kam arrit marrë shtëpinë, masi kam arrit me prova, sepse këto janë prova që marrë shtëpi. E kam shkuar në questori, kam thënë, kam një problem këto. Unë kam udhëtu me djalin dhe e kam pas lejen e burrit, për me udhëtu me djalin. E qartë, prokurën. Edhe masi unë kam marrë shtëpi, kam gjetë punë, kam marrë dokumentat, jam marrë në Shqipëri dhe kam arrit vi me i festu ditëlindjen. Kur kam marrë dhe vjen keq shpirtërisht më vjen keq, e kam gjetë ish vjerrin, e kam gjetë në një situatë që edhe i kam sjell me peshqir, me një komplet çarçafësh, me jogurta, i kam pru me avion, e kam ndru bashkë me vjerrën, i kam fu durët në qafë, edhe më ka thënë, mos më le shpinë, mos më le djalin, amanet, një rand, më ka puthë në dy faqet, i kam prej thojt e kamve, thojt e durvet, edhe unë isha në punë, i thash, ndoshta kam hy në gjënat, i kam thënë, jo, nuk do ta lej, edhe atë natë që unë kam marrë djalin, vjerrim ka vdek, më ka telefonu kunata nga Bergamo, që Lala vdiq. Edhe nuk kam pas mundësi që të kthesha, sepse e qartë. Po më vjen keq shpirtërisht, ndoshta njerëzit më flasin gjithsesi, ama kur flet me zemër, kur flet me shpirt, me situatat, unë flas me pastërti, edhe kjo është pastërtia. Por me vjerrën. Unë nuk pata mundësi që të visha, edhe që unë e ka një gjuhë shumë, mungesëm sepse e ka rrit. E qartë, gjatë kohës që ti ishe në Itali dhe luftoje të merrje vajzën, djali rrite me gjyshin dhe me gjyshen në Shqipëri. Po, ka net i vit. Po, kam net unë, mas jam kthej në fund të 2016-ës, kam ik në qershor, kam ik me për Kugocën, si që thash më nimoj kjo shoqja italianja, që të mesh avokatën, me marrë djalin, me marrë shtëpi, rezidencë, ishin shumë probleme që unë nuk i disha. E qartë. Edhe këto, vetëm ai që jeton i din. Unë thosha nuk duan të me ndihmojnë. Ajo thosha është e pamundur, kërkojshe shumë lek. Unë kam dalë vetëm me një bilet, 17 vite punë, vetëm me një bilet kam dalë nga shtëpia e ish-vjerrës. Këto janë fjalë të vërteta, nuk janë asnjë. Me ish-vjerrën çfarë ndodhi? E dash Miranda, me ish-vjerrën, me zonjën Zoje, çfarë ndodhi? Pse i prishe marrëdhëniet, kur ajo të ka dashur shumë? Tashi, mas i ka dalë djali nga burgu, kam shku me datë, ka qenë 1 vjetori, kam qenë, thash, po i mora fëmijët me sakrifica, sepse nuk isha mundësi, thash, le t'jen prezent, është gjyshi, i ka rrit, ka nodh, çka nodh. Edhe kam shku ke shtëpia, punati nuk erë fare, as me dhënë dorën, as me na pa. Miranda kam i ke prindet e mi e pash që nuk ishte përfillje. E ndaloj edhe vjerrën e ndaloj ish punati. Edhe unë i lash fëmijët se që ka ndodh aty nuk kanë respektu. Goca ka qenë 19 vjeçe, ka drejtën me dal, ka drejtën me bo, sepse nuk është kalama, fëmijë. Biles ka shku ka të ku shokët e shkollës, vetë ka shku ka pi kafe, ato e kanë bo tragjike, nuk e di se si. Megjithatë kjo pjesë nuk më intereso shumë, sepse unë gocën e mora, e futa në punë, edhe vazhdova të ndihem, si them, me shpresa, kupta? Se isha e këputur, me borgje, me sakrifica. Miranda, ndihesh sot e kërcënuar nga ish-burri? Të them të drejtën, unë si Miranda, të thash, nuk e kam frikë fare, unë. E kërcënume ndihem, por frikën nuk ja kam. Sepse, të thash edhe më përpara, jam përballë edhe me vdekje, nuk e kam frikë. Vdes me pastërti, vdes me një realizim që çdo kush mund ta ndronte. Edhe çdo kush mund ta bante
për fëmijën e vet. Jo vetëm unë, po çdo kush do ta bënte. Ti më tregove që je martuar shumë e vogël me Skënderin, ke jetuar 17 vite martesë. Si ka qenë marrëdhënia jote me të? Pra, ke arritur ti të kuptoje që ai mund të kryente veprime të turpshme me vajzën dhe me minorene të tjera? Kohët e fundit kam kuptu. Ama për shembull ai ka pas diçka sepse ai nuk ka jetu me ne. Ka gjithmonë ka qenë ikte, i flishin gjithë. Me motra, me vlezër, me vllaj, derisa vllaja ka kërmu nga Italia, i ka thënë hik, ti do bësh mas kohë state, ik i ka thënë. Është le ça thonë tash. Këto janë të vërteta, ato të vërtetat i diun. Atëherë i kanë folë me daj, me gjithë, do dalë edhe të këtë dikush tjetër. Ai nuk ngjijonte, se ku e kishte problemin, ai e kishte pas problemin me trunin e vet. Ose ka qenë siç jam përballur në Milano me policinë, është i drogmen. Sepse një prind, një normal, unë jam nan, nuk ja lejoj vetës, të unë e kam pas shtëpinë, e kam ndru shtëpinë, e kam pas shtëpinë e parë 74 metra kuadratë. Sot e kam marrë më të vogël, e kam 57 metra, e vogël. Ndërsa ai ka jetuar me vajzën, me 30 sa metra në Milano, edhe në shtëpi fuste femra deri me 21 vjeçe. Një bab me aq metra, çfarë do të pritshë? Unë jam përballë me shtetin italian, jam përballë me këto fjalë. Vajza jote do përfundojë të shtatzan me babën tat. Pik. Këto janë gjanat më poshtëruese që kanë arrit, edhe që unë nuk i harroj derisa të vdes. Ai i din mirë se çfarë ka bën, i din shumë mirë. Edhe të tjerë i din mirë, nuk është se nuk i din. I din shumë mirë. Po më qëlloj mu, fati, risku, kismeti që unë përballë me këta. Edhe ama nuk ka që ka kërku ke emisioni jotë, çfarë kërkon ajo. Atit i dihet gjurma, i dihet se ku është, i dihet. Ato edhe me prova nuk i pranojnë me zemër, me prova. Edhe gjithë denunci, dalim tek vjera që ka denuncu qunin, unë shkoj në tetor, policia 1-2 ke shpike, një nam 82 vjeçe që e kam unë sot, e kam fillakat e vetë. Ma i djalin tim 20 vjeçar. Për çfarë ta mbaj? Kur ajo tha që më ka bështy qunja se çfarë tha, e di ajo. Kemi qenë në Durrës, pse nuk e bani denuncimin në policinë e Durrësit? Po shkojnë Mams, Masimu, drejtori i policisë Durrësit. Skënderaj, nuk jam mbaj me emrin, më tha, do të kesh urdhër mbrojtje për djalin, edhe do t'japim shumë shpejt zgjidhje, më tha drejtori i policisë. Sa kam arritur në ishëm, po më pak speza me djali për me hangër, telefonon policia Mamsës, denuncim Vjerra. Përse nuk shkoj të bonte denuncimin në Durrës? Çfarë është ju që e bonin Mams? Denuncim të rejnë. Edhe çdo kërcënim, çdo mesazh vin me emrin e asaj, gjyshës. Ai unë e kam adresën time me emër mbi emër të vërtetë, ai çdo mbi emër me adresë fallse, më fal. Si e lejon ajo që gjyshët shkojnë përballë denoncoj nipin? Si? E tash Miranda, nëse do e kishe përballë ish Vjerrën, Zoe Kurti, çfarë do i thoshe? Atëherë, kjo gjë nuk do të realizohet kurrë në jetën time, sepse kanë pas mundësi, 3 vite që ka dalë nga burgu, kanë pas mundësi të trokisë në derën e prindrit tim dhe t'i thonte, ato fjalë që t'i thonte ty, shkote t'ja thonte prindrit tim atje. Goca jote kështu, mesa ime kështu, mesa jote kështu. Mos të arrishin deri këtu me përballë. Unë si Miranda i them, e falenderoj për ato vite që kena jetu, i uroj shëndet dhe pleshërit mbarë. Zoti gjykoft për çdo gabim të asaj, për çdo gabim timin. Mu Zoti më nderoft dhe më qoft përpara me fëmijët e mi. Çdo njeri do të marrë ata që meriton, herët apo vonë. E dashur Miranda, sepse je në punë dhe nuk dua të mbaj gjatë. Me ish partnerin tënd, me ish burrin tënd Skënderin, u bë një kohë gjatë që as nuk e ke parë, as nuk je përballur, edhe pas ngjarjes së rëndë. Por të kisha atë përballë sot, çfarë do i thoshe? Nuk ka ngel gjë për thënë, janë thënë gjitha. Edhe sot që jena në padi divorcit, po ja dhe ti me të ditur, ish Vjerrës me qenë që ka ardhur aty te ti. Sa milion lek të ka vjedh ish nusja. Sepse përse ka shkuar
përse ka shkuar divorci në gjykatë apelit. Atëherë, të lutem, unë do divorcohem, ama fleta ime do t'jetë e bardhë, si që jam e bardhë, do të rri e bardhë. Unë nuk kam vjedhë, unë nuk kam bërë pushtëstina, unë nuk kam bërë asë një gjë në derën e aty. Jam e pastër, si ai ujë që hec i pullu. Sepse të ka akuzuar. Ai edhe sot me avokatin që ka, me avokatin që mbrën, ka vënë në paditë të divorcit që unë e kam vjedhë në shtëpi. Po, në 2007. Atëherë si pasa majt mu vjerë, por unë pasë shkenë, ai dudi që i pasë shvjedh një shumë 50 milion lek në shtëpinë e atyne. Mund të ma japsh një përgjigje? Mund të më përgjigjesh? E qartë, kuptoj. Edhe një diçka, si unë pasë shkenë e luajtur mensh 17 vite, ka një domethënie, një njëri që flet, ka i diçka që e gryn nga brenda, sepse kot nuk flet njëri. Me pak fjalë, zonja Odeta. Djali shkoi me taku gjyshen. Ai i del përpara, i bllokon rrugën. Në gushtin që kaloi, çuni ishte. Aq sa mundsi ka. 50 euro ka shkuar ka shiku gjyshen. Edhe këtë radhë ka shkuar ka bosh ushqime, ka pas makarona në makinë, oriz, sheqer, spez për gjyshen e vet. Ai i bllokoi edhe çon punën derisa e futën nipin në burg. A bon këtë gjë? Atëherë të lutem, ku është ajo sinqeriteti i asaj personi që ka ardhur tek ti? Por mesazhin edhe për Zojen, por për Skënderin për ish burrin nuk e asnjë fjalë. Për ish burrin ti paguaj ato që i ka bë, ti paguaj 1 me 1. Edhe nuk kam martalon me kaq. Edhe ke presidenti do të vi. Ja kam thënë avokatin, e kam mbrojtje, e do ta japi përgjigjen ata që ka bë. Gabimi më i madh është edhe sot me djalin, që e akuzoi me burg, një djalë 18 vjeçar e futin në burg. E dashur një prind, një djali do t'i kishte hap krahët. Ke ardhur me taku gjyshen, urdhra bujën shko ta ka gjyshen, ose te liroj të rrugën, zonja Odeta. Këto janë rregullat e jetës. E dashur Miranda, mua më vjen shumë keq për jetën tënde që ke bërë. Më erdhi shumë keq për gjithë historinë që dëgjova sot. Por besoj që je një grua e fortë, ja ke dalë vetme, forca dhe mendo pak edhe për jetën tënde. Shumë faleminderit. Jeta ime është krah fëmijëve, jam nana më e lumtur në botë. I kam fëmijët si yjet, si njërin si tjetrin. Do t'i drejtoj deri në dramën e fundit. Nuk do të lejoj asnjë që të më afrohet afër. Dhe ta uroj me zemër, qofsh nëna më e lumtur në botë. Ka shpërfill gru, ka shpërfill bab, edhe atë nën e ka kërcënë, mos e ka kërcënu. Jam 100% e bindur, ta them kështu shpirtërisht, çdo hap që bën, aja është e kërcënuar nga i biri, E kam pa në gjykatën e apelit në Shkozet, e ka çu të bëj denoncim pa një dokument, të paraqit në gjykatë apelit pas një lloj dokumenti, kur ka dalë nga gjykata apeli kam qenë unë avokati edhe tha, këto tha nuk më kanë bërë asnjë gjë ajo vjerra ime, asnjë gjë për mua dhe avokatin, edhe kishte me ata. Prandaj që atitja ka bërë koka, ai ke turpin më të madh që ka vepruar me fëmijët e vet, ai kur vepron me fëmijët, imagjino çfarë bën me të tjerët. Ligji le të bëj punën e vet, prokuroria le të bëj punën e vet, gjykata le të bëj punën e vet. Unë në Shqipëri do të vi, jam krenare, do të hec, nuk e kam frikë fare, as atë, as një njëri. Kush ka lind do të vdesi. Ama, gënjeshta dhe rrena, jo ajo që është 75 vjeçe, pa as një njëri. Të vërtetën le ta thonë në sy, ballë për ballë. Mirë, Miranda, të falenderoj dhe më fal që të shkputa nga orari i punës, të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana. Unë isha pushim, tash i marr turnin e dytë, edhe pres djalin që marr zgjidhje puna djalit. Ta uroj me zemër që të vi sa më shpejt. Njeriu çfarë kërkon do ta gjej. Lufta që ka bërë me Mirandën edhe me fëmijët, ka shumë për të paguar. Ka shumë. Turpin më i madh ta marrin sot edhe gjithmonë në jetën sa të kenë jetën. Ka shimej dhe ka shi familjes time që kanë bërë.
Mirë, të përqafoj, mirupafshim. Mirë të dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore, histori shqiptare. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.